Sistemet e avancuara të paketave të baterive në makinat elektrike. Zemra e revolucionit të mobilitetit. Nëse motori me djegje të brendshme ishte zemra mekanike e makinave tradicionale, atëherë paketa e baterisë është zemra digjitale, kimike dhe strategjike e makines elektrike moderne. Ajo nuk është më thjesht një burim energjie, por një sistem kompleks që përcakton autonominë, sigurinë, performancën dhe madje filozofinë e dizajnit të një automjeti. Në makinat elektrike të sotme, bateria nuk shihet më si një komponent dytësor. Përkundrazi, ajo është integruar në arkitekturën e automjetit, shpesh si pjesë strukturore e shasisë. Ky tranzicion nga bateri e vendosur në bateri strukturore ka ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si konceptohet makina. Prodhues si Tesla, BMW apo Volkswagen po e trajtojnë paketën e baterisë si bazamentin mbi të cilin ndërtohet gjithçka tjetër. Një nga zhvillimet më kritike është menaxhimi termik. Në makinat elektrike, temperatura e baterisë është një vijë e hollë mes efikasitetit dhe degradimit. Sistemet e avancuara përdorin qarkullim të lëngshëm, pompa nxehtësie dhe algoritme inteligjente për të mbajtur qelizat në temperaturën optimale, qoftë në një verë përvëluese urbane apo në një dimër të ashpër malor. Kjo nuk ndikon vetëm në jetëgjatësinë e baterisë, por edhe në performancën gjatë përshpejtimit dhe karikimit të shpejtë. Po aq e rëndësishme është arkitektura e qelizave. Kalimi nga modulet tradicionale drejt koncepteve si Celto-Pack apo Celto-Bo2 ka reduktuar peshën, ka rritur densitetin energjetik dhe ka ulur kostot. Në terma praktik për shoferin, kjo do të thotë më shumë kilometra me një karikim dhe një ndjesi më të qëndrueshme në rrugë fal qendrës së ulët të gravitetit. Nga një këndvështrim editorial, nuk mund të injorohet fakti se bateria është gjithashtu pika më politike e makines elektrike. Ajo përfaqëson varësinë nga lëndët e para kritike, sfidat e riciklimit dhe debatet mbi qëndrueshmërinë reale të elektromobilitetit. Prodhuesit e makinave po investojnë gjithnjë më shumë në bateri LiPo, natrium-ion apo teknologji gjysmë solide, jo vetëm për arsye teknike, por edhe për të reduktuar varësinë nga zinxhiri furnizimi të brish. Në nivel përdoruesi, sistemi i baterisë është bërë gjithashtu më inteligjent dhe komunikues. Softueri i menaxhimit të baterisë analizon vazhdimisht stilin e drejtimit, kushtet e rrugës dhe zakonet e karikimit për të optimizuar përdorimin e energjisë. Makina elektrike nuk është më thjesht një mjet transporti, por një sistem që mëson nga shoferi i saj. Në përfundim, paketat e avancuara të baterive në makinat elektrike nuk janë vetëm një zgjidhje teknologjike, por një deklaratë për të ardhmen e industrisë automobilistike. Ato përfaqësojnë kalimin nga mekanikat e inteligjenca, nga zhurmat e qetësia dhe nga konsumimi te optimizimi. Kush kontrollon teknologjinë e baterisë, kontrollon edhe drejtimin ku po shkon makina e së nesërmes. Faleminderit që na ndoqët.